Në një konferencë me gazetarët, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se gjatë vizitës zyrtare në Paris, zhvilloi takime me përfaqësues të politikës, akademisë dhe sektorit të arsimit, me fokus bashkëpunimin për hapjen e liceut francez në Korçë. Bëhet fjalë për një projekt që tashmë nuk është i panjohur për veshët e publikut, Liceu Francez i Korçës. Gjithë ajo që ne kemi pas deri dje histori, krenari të një periudhe të caktuar të arsimit, historisë arsimit shqiptar, duam ta kthejmë në një model të ekselencës. Bëhet fjalë për një iniciativë të përbashkët të nisur në kuadrin e marrëveshjes midis dy qeverive, asaj franceze dhe qeverisë shqiptare, dhe të mbështetur shumë fuqishëm nga dy krerët e shtetit, presidenti Macron dhe kryeministri i vendit, i Shqipërisë, për të ndërtuar një shkollë të mesme që do të ruaj, le të themi, emërtesën e vjetër historike Liceu Francez i Korçës, do të jetë shkollë e mesme me karakter shkencor dhe teknologjik, me qëllimin që të përfitohen dy matura në dalje. Matura shqiptare dhe që quhet bac français ose matura franceze. Në këtë lice mësimi do të zhvillohet në gjuhën frënge dhe shqipe për nxënësit shqiptar, ndërkohë që institucioni do të jetë i hapur edhe për nxënës nga vende të tjera. Stafi pedagogjik dhe drejtuesi do të jenë francez, ndërsa në program do të përfshihet edhe mësimi gjuhës angleze dhe italiane. Kumbaro bëri me dije se projekti kampusit të liceut francez është tashmë gati, është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe parashikon ndërtimin e kampusit brenda teritorit të godinës historike të liceut francez. Mund të jetë me interes për prindit që përveç se mësimi do të jetë kryesisht në frëngjisht dhe në shqip, do të jetë gjithashtu edhe në anglisht dhe me opsionin për të mësuar dhe të tjera gjuhëtuaja si gjermanishtja dhe italishtja. Tjetër element i rëndësishëm i kësaj shkolle, jo më larg se dje, në Këshillin Kombëtar të Territorit është miratuar projekti i kampusit të liceut francez, i cili do të zhvillohet, do të ndërtohet brenda territorit ku ndodhet godina historike e liceut francez, e cila do të vihet dhe ajo në dispozicion të shkollës, ku do të shtohen dhe dy ndërtesa të reja, ndërtesat që kanë të bëjnë me shkollën, klasat, laboratorët, por edhe ndërtesat që kanë të bëjnë me mencën dhe konviktin e shkollës që do të ndërtohet. Projekti do të zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me financim të qeverisë shqiptare.